pjesa dërmuese e deputetëve as që i kanë amandamentet, as që i kanë marrë materialet. Shiko, qëndrim është jo, që janë 2011-s, por pjesa dërmuese e deputetëve as që i kanë amandamentet, as që i kanë marrë materialet, as që dinë për çka për cilë. Tash para 15 minuta e ftun seancën. Ka bie kjo do të votoni apo jo i nderuar? Kjo i bjen që për tema kaq të rëndësishme, kur është pyetje edhe ndryshimi i kushtetutës, edhe pse Partia Demokratike e Kosovës vazhdimisht ka qenë e hapur që diskutojmë që presidenti ka mundësi zgjedhet me votë të drejtë për drejtë. Mirë po, jo 2-3 orë e fundit, kur i s'ka dënë mandati presidentes aktuale dhe Kosova do të ketë president, jo për një dokument kaq të rëndësishëm, jo për amandamente të cilat janë të trajtuara nga gjykata kushtetuese para 15 vjetëve, jo në këtë kohë kur shumica e deputetëve të Kuvendit të Kosovës nuk e kanë as materialet.